Në kuadër të vizitave të mia në kompanitë nga rajoni i Shkupit, që janë në portfolion e investimeve të ligjit për mbështetje financiare të investimeve, vizitova kompaninë Burden Plastic, një kompani familjare themeluar në vitin 2002, që merret me prodhimin e produkteve nga plastika për nevoja shtëpiake. Zotri Jusufi më njoftoi me procesin e prodhimit, ku pash investime intensive në modernizimin e pajisjeve për prodhim. Jam i lumtur që shoh se ndihma financiare e qeverisë për këtë kompani ka kontribuar në pasurimin e linjës së produkteve me shumë artikuj të rinj dhe me modele të fundit të produkteve nga plastika. Përmes marrëveshjes për mbështetje financiare për periudhën 2018-2022, kompanisë Burden Plastic janë paguar mbi 2.400.000 denar për një investim prej mbi 15 milion denar. Me këtë dukshëm kemi kontribuar në rritjen e investimeve kapitale dhe rritjen e konkurrencës së saj në treg. Këto mjete financiare, kompania i ka shfrytzuar për blerjen e pajisjeve të reja dhe kallëpeve për prodhim. Ky njëherët është edhe synimi i planit për rritje ekonomike, i vendosur në vitin 2017 për të zhvilluar kompanitë vendas, duke i bërë ato konkurruese në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, ndërkohë që përfitimi është i dyanshëm, si ato hapin vende të reja pune për qytetarët tanë. Vetëm në rajonin e Shkupit kemi mbështetur mbi 180 kompani, të cilat kanë përfituar rreth 1.200 milion denar ndihmë financiare për ciklet e tyre investues. Kryeministri Bitiqi kishte rastin të njëjtë nga afër me punën dhe angazhimin tonë të përditshëm. Fabrika Burden Plastic është rezultati i përpjekjeve dhe përkushtimit familjar për më shumë se 2 dekada. Është derdhur shumë djerë, mund dhe energji që të njehemi nga klientët tanë si partnerë serioz, të cilët para se të ofrojnë produktin, ofrojnë besimin, mbështetjen dhe vlerat në botën e biznesit. Jemi të kënaqur nga bashkëpunimi me qeverinë, vlerësojmë përpjekjet e tyre për t'ju dalë në ndihmë bizneseve familjare siç është i yni dhe i inkurajojmë që të vazhdojmë edhe më tej në këtë drejtim.